Martini tentuat deri në fund, por vetëm 0-0. I zgënjur nga ky rezultat apo çdo pikë vlen? Po normal që çdo pikë vlen këta momente, po erdhëm me fitu ne ishim pavarësisht se ishim shumë kondicionum, sidomos mas pjesë parë ku edhe Doda dhe Kallaku për arsye fizike na kërkuan ndrrim, kështu që u bë edhe më e vështirë. Gjithsesi, këtu është një, domethënë kam thënë me gjithë ekip që luajnë për mjetes, këto janë neshë shumë të vështira. Janë neshë që kushdo ekip e ka të vështirë me fitu këtu, kishim mundësi tona me shënu gol, edhe në pjesën e parë edhe në pjesën e dytë. Gjithsesi, djemë dllanë maksimumin fush, edhe mbjen keq që s'morëm me 3 pikë, por janë edhe 4 javë kampionat që çdo pikë në këto momente është e vlefshme. Me që përmendet Dodaj, si është gjendja ati sepse u largoi dëmtuar nga fusha e lojës? Dodaj kërkoi ndrym që minutën e 30 për hir të vërtetës, ndoshta edhe pak më shpejt, por e mojt me deri sa marri pjesa parë për mas me djeg një ndrym. Vrapoj, luftoj, megjithatë e kërkoj ndrymin dhe ishim detyruar. Largimi i Dodajt, por edhe të tjera mungesa në formacionin tuaj, sa ndikuan? Normal bëhen shumë, edhe Mala kishte arsye kartonash, edhe Bismarku ishte me gjendje jo të mirë, kështu që u bën disa lojtarë. Po megjithatë edhe kështu si kishim rastet tona, po doshim të ishim pak më strikt para portës, sidomos goditje standarde. Megjithatë nuk arritme me shënu. 0-0 është një rezultat që në këtë fushë, në këto momente, nuk është i kollajt më marrë. Duket se gjendja e skuadrës ndoshta nuk është më e mira mundshme. Ndoshta edhe ndjeshja kalendari, numri i madh i ndeshjeve, po jep shenjat e veta. Normal është edhe kjo, po kur them që na mungeshin shumë lojtarë, edhe kjo është një pjesë, se kur mungojnë 4 lojtarë, pa hin lojë, edhe 2 lojtarë që të kërkojnë mundru, bëhen shumë më nej. Megjithatë thash, edhe ata që hynen, edhe Kubazi, edhe Tafili, lajnë maksimumin, sepse edhe lojtarë tjerë që hynen, ato janë lojtarë të konfirmuar, po edhe djemtëri që hynen, luajten mirë, luajten fort, u përpoqen, patëm mundësi pak më të kujdesshëm edhe mund të shënoshim edhe me muratin, por edhe në goditje standarde nuk arritëm. Gjithsesi, neshje e fortë, neshje që kjo pikë ndoshta sot na duket pak, por nesër ka më na duk shumë. Shumë shpejt në mërkurën e ardhshme vjen Dinamo në Shkodër për Kupën e Shqipërisë dhe menjëherë nga Dinamo në Elbasan një tjetër transfer të hënën e ardhshme. Ne kemi Dinamo, është një ndeshje shumë e rëndësishme. Duhet kërkojmë ngull që të marrim të arrim finalet kupës, shpresojmë që t'ja arrim, edhe të bëjmë gjitha mundësit, edhe me rekuperimin besoj që deri ditën e mërkurë edhe futbollistat do na rikuperohen, sepse jo çdo keq që vjen e bëa keq, ato dolen sot, por deri të mërkurën besoj janë të gatshëm, janë edhe më të freskë, kështu që ndeshje e vështirë të mendojmë për finalen. Barazon Vllaznia humb Ignati, duket që do të jetë një kampionat shumë i vështirë dhe shumë i fortë deri në javën e fundit. Është e vërtetë, qysh në ditën e parë ka kanë tillë, unë janë edhe 4 javë, janë 4 finale, mandej janë edhe 3 tjera final vor, duhet i marrim një nga një, mos mendojmë shumë larg. Këta janë ndeshje që duhet vlerësu maksimalisht, duhet marrë maksimumi mundshëm. Pa çka stash se sot një pikë ndoshta duket pak, por jam i bindur që në fund të sezonit ka me vlerë shumë. Faleminderit, sukses.